Kurani e pranon njeriun ashtu siç është, e këshillon që të mos devijojë nga rruga e drejtë e të bëhet me personalitet i nderuar dhe i respektuar në familje e në shoqëri. Udhëzimet e tij kanë për qëllim mirëqenien e përgjithshme të njeriut, duke depërtuar në thellësi të ndërgjegjes, pastrimin e saj, reflektimin e arsyes e logjikës që i përmbahen me korrektësi sistemit ligjor apo etik, sepse këto janë fjalët e Zotit të madhëruar. Nga ana tjetër, me parimet e tij, mbulohen të gjitha sferat e jetës së jashtme fizike, duke filluar nga ato individuale e deri më komplekse në familje e shoqëri. Në këtë mënyrë, për çdo njeri besimtar, ndihet prania e Zotit kudo, duke u bërë udhëheqës i jetës shpirtërore, i sistemit të ligjeve jetësore, i kodit të etikës e të tjerë. Siç thuhet në Kur'an, ne të shpallin ty Muhammed, që me urdhrin e Zotit të nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë. Kurani i ofron njeriut barazi e vllazëri, liri e dinjitet, paqe e nder dhe udhëheqje e shpëtim. Në qoftë se ai do të harmonizonte intelektin e tij në dijen e përparuar të kulturës dhe shkencës, si dhe në mësimet shpirtërore e morale të Kuranit, gjithmonë do të qëndronte brenda kuadrit ligjor të urdhrave nga ana e Zotit fuqiplot. Zoti komunikoi me njeriun dhe ky komunikim vazhdon e do të vazhdojë me Kuranin fisnik. Secili do të gjejë fakte konkrete e të mjaftueshme që dëshmojnë për ekzistencën e Zotit, por ka dhe nga ata tek të cilët mbizotëron egoja dhe mendje madhësia që i largon nga besimi në Zotin. Atëherë, do të sillte pasoja të tjera, si drejtësia e njeriut ndaj njeriut, diskriminimin, krimin dhe çdo fenomen negativ që po përjetojmë, si droga, prostitucioni e të tjerë. Në konceptin për jetën, tek besimtarët mbizotron dukshëm për masa shpirtërore, për të dëgjuar ndërgjegjen në plotësimin e nevojave të brendshme individuale, që janë mundësia e vetme të orientojë e të interpretoj sensin dhe të vepruarit në ndërtimin e kornizave të jetës. Vetë qëllimi i krijimit të njeriut është që të jetë shembull për të mirë dhe të falenderoj Zotin e madhëruar që e solli në tokë si kalif, për të sunduar mbi të gjitha krijesat që përgatiti për të, por duke u ballafaquar me këto realitete, e porosi që të largohet nga ato sende që e dëmtojnë. Ai do të ndeshet gjithmonë me armikun më të madh të tij, shejtanin e mallkuar, i cili vepron pa pushim për ta larguar nga bindja dhe adhurimin e Allahut, ashtu siç thuhet në Kur'an, sure Isra, ajeti 53, ku shprehet: me të vërtetë shejtani është armiku më i hapët i njeriut. Me këtë bindje, njeriu duhet të mbush ndërgjegjen e tij dhe në luftë të vazhdueshme me këtë armik do të arrijë që të ndërtojë jetën e tij në zbatim të ligjeve islame.